podcast është vetëm për të rritur. Ku është bërë pica e parë si koncept, jo si pizza margherita, pra po si koncept, edhe patjetër që alternativa ishte Napoli, ja dy vende të tjera në Itali dhe Berati. Spoiler. Shpresoj do zoti që pizza party të krijon Berat, do zoti. Po ka zot dhe jetë Berati. Si koncept, një pet brumi me gjëra sipër është bërë në Berat para Byregu. Nga pizza një pet brumi me gjëra sipër. Shur në brek, lot nga syt parku që të dhem pa mas. Mbas urisë madhe përgjithshme do vi lufta tretë. Je madhe përgjithshme. E përgjithshme e asocim stabilizimi të integrimit. Të vjellë e diare, efekte ansore ka plot nuk janë fare. Nëse do bëni $10,000 në ditë që nga koha e piramidave të Egjiptit deri më sot, do kishit 10% pasurisë e Elon Musk. Për ju dëgjoni podcastin ton, dhe jeni pak a shumë, dhe jeni pak a shumë, a ishte pasur sa ai. Qakari, kujdes, kujdes, kjo krijon varësi. Nëse qesh me zë në rrugë, mos thuaj se di e ti. Nëse efektet Mirë se erdhe në podcastin, alo kam i pyetje, alo Lucifer. Ka fute umret prej Kosovë. Gjesti. Unë që nga rreshti, unë bëj kërcer si fleshti. Kingi. Të pëlqen akustika që kanë vënë duke dhoma, kanë pajisë që dhoma me. Se gjëra që gjeta online. Ke vë bigrina vezës në mur apo ç'a? Paka shumë janë kështu si rroba dengje, këto që hap me ty, si ditë diele. E fut dollap ke bë kështu. Me 4.000 lekë coba se janë të mira, kupton? Tip dollavi. Po dëgjoj më mirë, se një nga ndjekësit në kishin thënë që s'kemi cilësi akoma, cilësi të mirë. Vërtet? Po. Ç'e di? Po se ke, kurse ke, s'ke qenë. Po. Se kena në gjakë, po. Plan, kush puna kjo dhe kush pun pa izi kush puna sa do të kemë nesër prapë nuk e kam stofën apo stofën e futbollistit se kena në gjakë më burë, s'kaq nuk e ke lëkurën e futbollistit që more për në gjë apo mora për të thënë që të fillojmë këtë podcast sot me çka është kjo video më Këte e bom duket në djemë duket, e bom, ta gjë mirë. Klasë të me hoxën, alo kam i pytje, hoxha kam i pytje. A kam gjëna se nuk i plotësoj burrit disa dëshira në intimitet? Problemi është se kam shumë vezvese prandaj. Ka problem, knaqe burrit në intimitet, knaqe. Përgjigju burrit për çdo lloj situate. E Zoti ta bjerë marrë mirë. Po si fledi por si me pas nuk e di si pas unë këtë video e kam shumë të ruajtur këtë video dhe sa herë për shembull takoj dikë që thotë s'kam i me gruan se dërgoj këtë video. Po çfarë Knaqe burrin. Knaqe se ta bëj zoti. Nëse burrin e sa këtë zoti me 700 mijë. Po. Çe që. Ti thua çik bole. S'ka asgjë të keqe. Ça do ai vetëm lapën. Është i lodh 10 ditë. Edhe s'ka fuqi me ola. Po në madhe. Asgjë të keqe për zotin. Asgjë të keqe, po se e plagë legjë. I kanë bërë këto filma sigur sa herë që para se të kryejnë marrëdhënie, para se të flejmë një tjetër, duhet lahet. Po bën një dushë dhe erdha. Po ka dhe këta nga këta që lanë brapa gjasme djerësit dhe pis, po pastaj flem të larë, po. E që të betë po si është regulli është me bu dushin para apo mbrapa? Apo fare, si që janë ca? Para mbrapa e që është puna plagë. Atë po shirë sot, për bona i gjyro nga parku, po ishte një grup me pleq, mund të ishte një 30 veta pa frikë. Po ishin mosha ndryshme, po shumica ishin pleq. Edhe më duk si ato në Belgjik, ç'ne, nëse. Aty mblidhen apo? Po mblidhen, po aty double G. Mblidhen. Shifja ato dokumentaret e hershme që ka Netflixi.
me këta kultet plagë që janë gati të zhvishin aty të bëjnë orgji. Ishte vap sot the. Ishte shumë vap. Edhe kishin dalë kështu kur si hipi, si gjëra, si çuditshëm, nuk di si ta them, po. Tash imagjino të zhvishin këto lakurista nisën të qija. Po, imagjino të ishte. Imagjino çfarë skenë do ishte. Po shaka, mendova me vërtet, tash imagjino çfarë traumë do ishte për mua, që jam edhe burr moshë, kupton. Ty do ishte traumë, kurse për mua do ishte i realizimi i ëndrrave fëminore plako, se unë kam qenë i vogël gjithmonë kam pasur kështu, thoya si nuk qelloj i herë me i vën unë, si shifsha këto filma të plakën nëse ma me filmin Milena, e këpërësish me Monica Bellucci, duket, ha? Malena, si Malena. Balena. Malena blu. Po di se ishin Malena se mate Elena. Jo, i ku burrin në luftë. Po kush do ta madhe? Kush do ta madhe po mos ta mate Elena. Se i ku burrin në luftë. Edhe nishin cigaren ato. Apo si sa i filmi, nëse ai ka. Nëse ishte ideja që ke filmi atje ai çuni që e përgjon, ndërkohë që kjo aktualisht e përdonon ai kryetari i bashkisë. Isha unë. Ai çuni e përgjon tek filmi, unë e përgjoja aty ke televizori. Po, si qelloni këto raste të plago, ose gjithmonë dëgjoj në Europë të afërt që thoshte po kam pa unë njëri çift ku kam qenë kod me pushime andaj ato të ushin dom. Çka pati më. Unë haja të besoj. I ke bregët me mut. I qumë shkrigoja. Ku e di unë. Nuk e di, po me vërtet profeto. Po ti ke qellu një herë të shohësh një gjë kështu? Se mua për shembull më ka qellu vetëm një herë, por nuk është se kam pas skenën, po kam qenë në një resort dhe kisha përballë një pjesë resorti tjetër plaku dhe thjesht i çift nuk shifja asnjë gjë, po e dija që po bënin një gjë. E kupton? Dhe normalisht çfarë bëna plaku? Ora ato va mirë aty. More birra hapa ato gjona dhe vetë po rrie balkon plak vezdisi. Tash edhe o sa mirë balkon. Vides po më thoshte gruaja, vajte më futu mbrapa. Po çfarë futem mbrapa me këtë vap. Po s'është vapa se ke kondicioner mbrapa. Po i qiva më dhe kondicioner sa ftoft. Po ti ne çan trapin gjithë ditën në shtëpi kondicioner. Po hajde futem mbrapa. Po çfarë dita fuz mbrapa se kena kalamojn për komo. Po çfarë fuz mbrapa burse se bëjmë ditë kalamoj apo. Ora futu mrena. E mi për futën. Edhe me gjitha plakë ulish e të kravat. Ti kështu, me këto men përfundu me 4 fëmine. Futu mrena. Futu mrena, kjo është se që dalë në balkon, 4 fëmijë sot. Po mle alla në balkon të frujt e kare. Mle e burë. Mle. Nuk e di. Mirë. Si manjak. Po nëse atë të shme thënë që sa kohë plako është kështu si fantazie, shikon televizor plako. Nuk është atë efekti live që po ndodh tani. Momenti që e ke aty, e ke përballë, është tjetër gjë, po tjetër ndjesi, e menja punon ndryshe, thua kjo, po të çfarë po bojnë apo? Po të seriozisht e kanë. Janë budallë këta po ça. Unë kur dal sigurohem që të kem mbulu ciset kur dal në balkon, unë burr. Po. Ato po qihen në balkon tash, turbizolli. Se false po flas shoh. Po falë të mu që po flasë shumë, më thëmë drejta. Jo, po qa shumë nga beda, po. Po shkone mja dhe, po nesë dhe me fëmijë të vogël, plako, e do dalë në balkon, ka të këma beti leshe. Dalë në balkon. Fëmija, si t'ja shpjegoj se kështë problemi i robëve, plako, i kanë të argumentet kundra gejve, ose këtë tjere. Si t'ja shpjegoj unë ati që ju të dy po qieni në bëth. Si t'ja shpjegoj shusë. S'ke nevoj me shpjeguar, plako. Shika, asë nësë ne ka shpjeguar njëri asë i gjatë, kemi të gjitha rrugës, ha? Po. Nuk ka nevoj. Para dhe e dyta, nëse do shifje i qift heteroseksual duke u qip shemu. Si t'ja shpjeguar? Po t'ja shpjeguar pra i fut karin ke brima pjellit. Ashtu si që ka unë gapo mamin, gëbe. Kama? Mamin pra. Mamin mos qip shu ti. Jo mamin. Mami, respekt e super nëntar. Ke mami ke babi. Ke babi. Ajo kusin nga Greqia vetëm për mamin e babin. Po, normal. E s'ka si gjë të keqe. Po, për shumë, imagjino ti është ti, profe, ti ishe 20 vjeç, ose ne ku ishim 20, edhe rasisi me një orgji të madhe, burë. Si mund të reagoja, plako? Me orgji me pleqe? Moshat ndryshme, po janë aty, mish-mash, por shumë, ja, i se 30 veta. Tip kështu... Tu kështë vete si Da Vinci? Ka, gali. Si me Penel Lorë dhe Peter Roja. Vërteta është lago që unë kam pas një shok që shkonte në këto swingers party, se ke përësisht janë lokale në fakt,
Po, lokale dhe më kanë qenë shumë kuriozitet, po asnjëherë nuk e kam bë. Po, shkon atje dhe kishte një orar ky klubi që më duke fuskota një do të supozojmë nga ora 9 deri në orën 7:30 me 8:35. Po, lejohesh pa partner. Ai orë gjys. Kurse mas asaj hynin gjithë vetëm me partner, e kupton? Dhe ti mund gjej edhe një shoqen tënde për shembull, që se kishe dashur. Çka kuptimi ka pa partnera, shkoj direkt në bordell. Çka kuptimi ka nga ora 6:20 deri në 8 darkës, është pa partnerë, është bordell, është për të vërtetë. Kjo degenerimi por, se pastaj kanë parë një dokumentar, thonë. Degenerim komplet, degenerim për mua, normalisht për ata është gjë normale. Për ty po që ke cip. Mendjen time të vogël, i plako tani ekranet tani plako, televizore që tani plako me filma me çime. Edhe që 3 kare druj se ka 7. Mendoj çik tani, mendoj çik çfarë situatë. Sa futesh ti më na plako, vetëm çakiri drejë burr. Si gjithë të bëjë si po qie si gazete, po keni një ditë këtu shkruaj. Se bëni sigur se hypën njëna plako tha ky çun tha hypën njëna tha te bilardo se ishte bilardo që po lodhin si më se kishin edhe mjetë bilardo. Do të thashë plako mërzitë se asaj le 10 minuta sa takoj çunat edhe erdha. Di fuzi dor bilardo. Futet çokon më tha ajo. Gap direkt. Ajo plako ul si me bilardos dhe bëhet radha tha mrapa me iqi këtë, u don 7-8 veta tha. Edhe duhet prisin radha, nëse do me iqi, u don. Burri vetë aty. Gjithë jeta perëndimore është radhë, u don. Është diçka radhë ne. Po na lere burr. Kthea mrapa një garë dru. Unë erdha atë ti që thotë, unë erdha që mos kishte radhë ti, tu pas ka radhë. Po, radhë. Më pëlqen edhe shpejt. S'para do të jenë të funit, edhe ti plako tani shumë që je duke prit në radhë për ta shifë, edhe thonë. E pyeta te tjetrin para. M'fal ti je për t'ia fut në pjedh apo në gojë? Edhe i thot në pjedh, unë jam për gojë, kaloj shpejt se t'ia fut direkt në gojë ti gjon. Marrë po shpejt plako se deri se ka vjen vërtet nota. Jo, se kom radhë që ka deri këtu. Kom radhë që i pjedhi tjetër ka dytë që është ke kuzhinë. Aha. Okej, mirë thotë kalon para ti tjetër. M'fal po ti për gojore ja apo për mbjell? Jo, unë jam për mbyll. Okej, a mund të kaloj unë se unë jam për gojore? Po mi çfarë lidhje ka? Po ti thua që mund kalosh për kaloj. Edhe pasi më sa ditësh plako që ti e ke bë këtë rrugë, ata të njohin. Tash nuk kemë rrugë dalje me këtë muhabet. Edhe thotë a shkoj të fut gojë, për se ka lëbu. Ai rrit kaj. Ju në muhabet i bëj. Se ne ze afusin në gojë. Se ne na sta kaj bro. Se kujto ti se ne zdim me gojë. Kam në njëri të di që çik pishëm plak. Edhe ai kështu, po ta fusun në gojë më, pse do të më para? Ta fusun në gojë më plak, s'u le var. Po jo, t'ia fus asaj. Kujt asaj thon? Po, ajo që rria ti para. Nuk ishte zhullam. Ti do të bësh çivarov. Po, aty futen ato bodyguardët më na ndajnë plako. Ai pidi bën sikur s'ka ndodhur gjë, se ajo është kështu, është mësuar. Sikur s'ka gjë fare plako që dikush po e marrin për lesë bën nxjerrin jashtë. Radha nga 10 shkoi 8, nuk ka problem. Do të që ti ishte 10 plako dhe ja ku u bën edhe ai të kaloi. Po thuaj se i pare. Bravo. Prit pas të fillosh me video dhe pash njërin plako ishte super komedian, ai shumë i lezetshëm. Ishte mosha 50 vjeç ky tipi që ta kuptosh për çfarë bëhet fjalë. Shkoj me shokun tim tha në plazh dhe shoh që kishte tha një si gung të madh, i them çka ke këtu, e ke kontrolluar jo dhe se kam pa tha. Edhe kthehemi, shoh tha kancer 3 muaj tha ai doktori jetë. Të merr tha, shoku ngushta, ikën pa pritur dhe po bëhet gati. Edhe çfarë bëjmë ne si ata afër si familjar që jemi, i bëjmë realitet zhondër që kishte. Çdo gjë që kishte tha. Kalojnë 3 muaj tha, akoma gjallë. Jo, nuk vdes. Nëse s'ka problem shqyrë, kupton po. U vum në cikletë të kaluan 4 muaj, 5 muaj tha ai akoma gjallë. Arritën tha në cikletë nga 2 krahë, thashë ai sa merrte dot në nëse më shim dot. Ai u vetë cikleta që ne çes kishim bodha për ato 3 muaj. Edhe kështu tha kalon të kohë. Kështu kalon 20 vjet derisa i vdiq i ra cikletë.
Po shqyre, vdiqe ai. Kaloi koha, tha, shoh, tha, kishe postu foton pushime, po e fut këtë në Bahamas. Kisha unë, tha, për të bë 5 vjetorin, tha, shive kush erdhi aty, erdhi ky, tha. Mi që erë, tha, kishte vënë te tela ke dhama, tha. Aty ke tela ke dhama, plaka, unë nuk e di, unë me ka fare. Ai vazhdo të jetë në plak normalisht fare. O, qa lodhi ke jetë qeshme. Ishte po plogët ai. Po, kishte po njëri tjetër, bro. Nesë po më që vetë që ka e përno dhe tha ky. Ishte martu grusht atë zanë. Ti nërku me qarë. Po, gjitha, bro. Po kjo, bro. Duke këthi kokën që, kur po vdeset, do nodhi jo. Do nodhi, nuk ishe nodhi, la. Ja, edhe ai që kishte thot plako, i di do vdes. Jo, unë e kam na menjen. I di do vdes, në, sigur. Po, musare që mbitën telefonin, tha, po. O që gjitha ka vdek. Sa e që mërë në i shok tjerë, thoshe, me siguri do këtë vdek. Jo, më nuk disë. Sa e që mërë të ky plako, ti kujtojë se mund tjetë në i familjar që mërë me telefonin e këti, dhe këto? Po, ti që mërë, do këtë vdek, me një ti me shok të tjetë, do këtë vdek, jo, thjesht, po pjuta dhe vendel për kafë. Që të bojnë vitin tjetër, po. Që të bojnë fuqimet gati, se po mi të pronë këtë pëndënës. Ne sot jemi nësës jemi. Sot jemi nësës jemi. Nësë. Shkrita. E modë, plakon. Tashi, kalem një tematik tjetër, plako, që do ju ngjallë shumë interes gjithë ju që na dëgjoni. Me që fjala i lutem mos na harroni të na mbështesni në Patreon. Patreon është një platformë për ju që nuk e dini, që downloadon appin dhe mund të abonohesh aty dhe të kesh akses të gjitha podcastet tona për një shifër simbolike. Nëse shifra është shumë e madhe për ty, në thuj dhe ne do ta rregullim, do ta ulim. Do ta rregulloj. E po, mund të futesh edhe si free user, si free member, që s'ke nevojë, për shembull, njëta gjëra që dëgjon. Her pas here unë lëshoj në një podcast dhe e bëj falas aty. E lëshon shumë rrallë, po e lëshoj. Gjithë lëshoj në një, përse tash njerëzim apo. Ase tash temi drejtën. Po. Ti profesor që unë kam qenë aq naiv, se që kujtoja që prit se kam qenë aq naiv se kujtoja që nona im nuk pjerte. Çfarë thonë? Koreanët veriorët që mendonin që ai deri tyne nuk shkote në banjë. Ja, po, çu kam qenë zonë. Deri moshën 15-16 vjeç pas e kuptova që pjerte. Po si e kuptova, po hyn ai ditë mbrënë dhe vite era fort, edhe ti the, edhe ti pyete nonën, "O nona, çka ka ndodhur, kush ka pjert?" Edhe nona i tha, "Gjyshi, po gjyshi fakt ishte vdek, ishte 10 vjet ishte vdek. Gjyshi ka pjert." Gjyshi. Kush gjyshi? Edhe iku kështu mbajherë nga doli nga dhoma. Aty kuptova që ishte vënë sikletë dhe kishte pjert nona. Kur gjyshi? Kështë gjyshi, baba gjyshi? Gjyshi në sharë. Gjyshi sharë. Palidhe fare, mami që gjyshi në sharë. Po qa thu gjyshi, pra? Kush ka pjerë, më thuj kush ka pjerë, ti që nuk bindesh. Më thuj kush ka pjerë, më të ludhëm. Ti joje, mami, si ti zvese se ke bërë ti, mami. Nëna i thot, nuk ta them do, dhe sekret. Jo, ma thuj të ludhëm, ma thuj. Shiko, du tha një femër nuk pjerë. Jo, nuk pjerë. Si shkam përstona dhe re plako, lësho vetë në trëndafila. Shona vërte vetëm trëndafila. Kryon trëndafila, po lësho trëndafila. Nesër, vazhdo. Qem tani këtë gjën. Pyetjet kryesore të fundit ishte ku është bërë pica e parë si koncept, jo si pizza margherita, pra po si koncept, edhe patjetër që alternativa ishte Napoli, një dy vende të tjera në Itali dhe Berati. Dhe dikush ishte spoiler. Po. Për alternativë të tjera në këtë vendin në Itali që po zgjej ku është pikur pizza, ishte i Napoli, dy vende italiane të tjera dhe Berati. Napoli, Palermo, Salerno dhe Berati. Kush është? Nuk da vam si ai si ka pasi ai berberi për që thoshte estamos con Miri dhe Miri. Po.
Qofë mirë. Besoj se Berati qenë. Shpresoj të jetë Berati, unë shpresoj vërtet. Shpresoj do zoti që pizza party të krijon Berat. Po ka zot të jetë Berati. Po ka zot. Po s'ka zot. Do jetë Napoli. Po djo. Që edhe unë po tisha si shqiptar shumë nacionalist, shumë patriot, nuk do e thoja kur Beratin, por në fakt përgjigjja e saktë ishte Berati, sepse si koncept, sipas atij emisioni dhe regjisorit, nuk e di kush e di ku do këtë marrët. Kuptoti sipas emisionit të regjisorit, një sekond. Si koncept, një pet brumi me gjëra sipër është bërë në Berat para Byregu. Përse ka një ka pizza një pet brumi me gjëra sipër. Për shembull nesër ke pasur të fëmia. O babi, çfarë është pizza? I fet gjëra sipër. Një me gjëra sipër pele. E diti ti që babi që ka rinë Berat kjo si ide? Patjetër babi si të di kur. Atë e di gjithë bota. Në Byrek apo në Berat? Po jo, kanë ndryshuar breza plasë, nuk jam më aq trash sa puna jonë, janë ti fermo, më din. Për shembull pizza park ku ka Berat. Direkt. Berat. Berat pa diskutim. Angalem. Çe gallade pizza park. Nëse, po, mos e qenë sfogliata. Mos e kemi marrë dhe francezëve ato. Le baguette. Po, dhe baguette ka qenë në pra një thëmë baguette, beret. Baguetta ka qenë në Kosovë, ka qenë baguetta dhe suçuku. Dhe shumë suçuku. Ka një arsye plagës e 2 metra. është bërë për baguette, po ta vesh. Ti hapi të bëjmë baguetës mes, po normal, shvërtet. Punto 50 që. Nice. Interesante. Vazhdon, po ti shpjegon një gjë kështu. Dhe para shumë banëve që mund të krahason me Byreku, po. Por që ai zotëria që ishte në emision e humbi, po. Se tha Napoli. Humbi ai. Ato që kanë bërë gazile që ai ta humbi, kupton? Vetëm që ai mund të humbi, ne e gjetëm. Ne për vete e gjetëm atë. Unë, domethënë, nuk është se isha 100% sigurt, po 95% i kisha të sigurt që ishte Berati. Po e di. Ishte shumë e qartë. Pizza parë në Berati. Pse se kemi trashëgu, pa mirë. Kemi kalu nga nga trashëgu, po thjesht ne u ndam në dy. Ata italianët morën pizzën, ne filluam me vazhduam me Byrekun, e kupton? Po. Thjesht vazhduam të bënim atë që bënim gjithmonë. Byrek ose Murat. 4 copa bëndi parë. Me që teksti, muzike, mes. Perle, burë. Nese, dëgjojmë... Po që nota që i moli, plago, duke shkujt këtë kongën. Shkujt mjësër që ju i teke, plago, dhe shkujt... Ja i buko, plago. Ja i buko që të mberatë. Ti shkujt me byrektore. Me që që o Morato, erdhe ti prave. Po, sa bën këtë copa 2 parë. Edhe tha, për ta bëjnë tekst kongë me këtë rrasë që i ka pele. Sa bën këtë copa 2 parë, o usta Morati, tha ki prapë, e i shqici. I tha, ti e usta, tha Morati, se ti i qanë këto. Tekst kongë dhe e pele. Këtë copa bën 2 parë. Që do mo? Jepi qik vingonqi, fillon në tirilin. Po, vinje. Qana i... E ka, atet që ka. Kemi një video me Hoxhën. Çfarë i këndoj fëmijëve për mësysh, sepse kanë filluar të bëjnë disa veprime si kanë parë ndonjëherë dhe mendoj se është mësysh. Fatiha na i kursi i felekun nasin, fry. Noi ato fryke. Me lekun nasin vet Fatihan, po. Pat që janë ke burë e muslimanit. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء حسبي الله ونعم الوكيل. Po edhe duatja dhe fry dhe vojt, lyje me vojt kënum fëmin. Fry dhe vojt dhe lyje me vojt kënum fëmin. Po. Nuk e di, janë kurios çfarë veprime ka pa kjo herë. Po ka filluar për shembull, e gjuajnë tovin me këmbë kot. E gjuajnë tovin me këmbë, e gjuajnë keqe.
Ky është allaks, unë kam parë që i vogël që gjunte me të majtën, tash i bën sigurisht diathaks, jo me djathë. Diathaks. Se veprim i pa kontrolluar ola. S'më pëlqen. Ma hap çikat e djathtë. I pi ujit knum. Edhe inshallah taala ka për të larguar me shpresë Zotin. Edhe inshallah, do vi bën gjitha këto dhe prapë s'ka garanci. Edhe inshallah. Po pse s'ka garanci, jam kurioz vëlla, se tash i mendoja. Ujin po. Me gjitha i bonë do thosh ti pse s'ka, po hapra s'ka alla. Se çfarë me ty do merret petlllat gati çik djath. Po. Arro fare fine, por edhe imagjino që s'mund të ngatru dhe vajin. Për shembull bon atë vajin me petlat, domethënë petllat me vajin e knum. Edhe i ha vetë, normalisht është super fine, kryesisht atë kapej siklete. Normal, për zotin. Te plus i ke shtruar gjithë atë vaje, bo edhe fëmia i laç plaku jeçi jethu varë karën. Ta skuqi. Nëse kemi një të ftuar tjetër këtu në një emision, se janë shtuar shumë emisione plaka podcaste çdo gjë kështu. Nëse. Çfarë do të bëjnë 2027? Çfarë flitet për që për një vit çfarë do bëhet? Do kemi një krizë ekonomike nga korriku. Parashikimi 2027 nga korriku do kemi krizë ekonomike nga korriku. Korrike. Do kemi një krak ekonomik, domethënë do zhvlerësohet paraja gjithandej, do filloj varfëria. Nuk pas ka filluar varfëria, po do filloka. Jo, nga korriku fillon. Nga korriku fillon varfëria miq. Kujdes. Krizë e madhe e uris në korrik. Ja, lufta e tretë. Do zhvlerësohet paraja. Ndodhe krizë, banka plot do falimentojnë. Njerëzit do mund bllokojnë dhe ato llogarit bankare, atje mund mos të rreqin. Ku? Në ç'vend? Do filloj pjesë. Disa banka janë falimentuar në Amerikë dhe po pas kanë falimentuar sa banka në Amerikë plagë. Në historinë e Amerikës apo këtë vit? Se këtë vit s'ka falimentuar asnjë po. Në histori po. Nuk e di pse ëndra këtyre bardharëve gjithmonë plagë, megjithëse unë s'po bëjmë tot i pasur. Po. Bëhen gjithë bardhër. Ti jemi gjithë i saj. Po shumë po. Banka ato e kanë fajin, apo ta vesh banka e gjithë. Do jemi gjithë i saj, para do të jetë si banka plagë, disha ç'pjell motrash janë banka si ta dini. Po. Banka ti e ke pas në bot plagë, në avlli apo jo? Në avlli, po. Edhe vaj avlliri. Po banka plagë di ç'a bën? Ti do të blesh shtëpi për shembull, ti jep lekët merr dhe interese. Merr 2%. Interese po. Po pse që është ky marrëdhënie me interes? Menova se ishim shokët qiva rob, ti me interes çdo gjë. Po pra, unë vi nesër të vjedhë pla. Vi nesër të vjedhë o bank. Unë vjedhë mund të tjera. Nëse dëgjoj. Implementona tjetër është shumë kollaj të ndodhi vende të tjera. Edhe do bllokojnë llogaritë bankare. Ne edhe do i fusin një justifikim fuqishme, jo se kanë ngrirë sistemin, nuk kemi çfarë të bëjmë, kanë portuar jo se i vendritat edhe. Janë shumë paradashës, ato kanë bërë një fluturim kështu. Do viskan vetë këto që ka shumë lek. Këto që janë paradashës, to billqira do hidhen direkt dhe vrasin vetë. Legenda plakë kërkes të thonë o Zoti i Madh, që desha unë që i futa lekët në bankë dhe nuk i dëgjova këtë Sokratin e TikTokut. Nuk i dëgjova këtë Gjenina. Këtë ti maja në shtëpi por ishte ti maja aty po qestikut të gjitha. Po, $1 miliard. Po, avion të ura plakë të gjithë shumë. Po, banka duke falimentu plakë çdo gjë. Ran gjithë. Vetëm ky mbietoj. Po do ketë një gjë plakë për shembull. Me thon drejtë tash Lucifer, po ta mendosh. Supozoj një kaos total në të gjithë botën. Supozojmë sikur në këtë moment që po flasim, çdo gjë shkon për drejtë plakë. Domethënë bien domethënë gjithë kurset bankare, bursa, bie plako, bankat falimentojnë, bizneset plako duke shku për leshkare, çdo njeri duke humbur punë. Tani literalisht i vetmi rob që do hedhë i valle është një varfër plako. Mendo pse ti je i lyps mes rrugës së plako. Çosh mjes, ti je shumë mjes si çdo ditë, e kupton? Dhe ti tani shef të panikos. Imagjino ato që kanë 50 kokë dele aty, bëjnë djathë, jam qumësh. Ai më vërtet, ai ka djathë, domate, patate, plakë ka të gjitha aty. Sot darkë ka. Ai ka mundësinë bëhet, po tash do bëhem unë lufra e ardhshme, thot ai për shembull, ha? Ose tipi të kosi erzen që do shpëndaj. Do bëhem unë lufra e tretë botërore. Pse mos jem unë lufra? Po prapa i fshatar ngelet plakë dhe fatkeqësisht ai prapë ja marrin ato delet. Do jetë thjesht në një fazë plakë që se rrugë thjesht do thotë do jetë çu palla rivë të qeshje. Ti ndërkohë ti duke merakoll, ku kam fëmijët? Jo po ç'do bëhet? Jo po s'kam olë. Gjej fëmijët plakë ose si kam fëmijë? Gjej fëmijët. Të surrot më kaj fëmijët tu. I thotë fshatar. Po, për zotin. Baba, lapi që bie se fëmijët i nga 30 vjeç. Fëmijët janë ëngjë.
Dhe I parë si të ballë, se megjithëse. Pastaj ajo do shtrejtësohen ushqimet, do paksohen ushqimet, do vi uria. Do të thënë se nuk mjafton që do shtrejtësohen ushqimet, po dhe do paksohen. Po do vi uria pastaj. Po kush do vi pastaj? Gje. Do ketë më prodhim, profeta. Do vi uria më plak. Po tash vjen uria shqiptare e Kosovës që shumë herë s'na ka lënë kurrë mbajtje, ka ndërruar. Asnjëherë, jo shumë herë, asnjëherë s'na ka lënë mbajtje. Nuk e di, nuk e di. Lufta e tretë. Mbas urisë madhe të përgjithshme do vi lufta e tretë. Uria e madhe e përgjithshme. E përgjithshme e asocim stabilizimit të integrimit. Vjen urisë madhe të përgjithshme. Luftra e tretë. Nëse si s'ka gjetë një person, nuk ka gjetë një person, të thotë, nëse do shpallë lufta. Asnjë se ka ditë asia që do bëhet luftë e madhe. Po ky e di ka ky. Ky. Ku vetë këtë në TikTok apo në televizion? Televizion. Po këto pra e din. Apo është podcast. Po ti jam s'më në vers sot. Që di vej kapakun. Që ti vej kapakun. Që ti vej kapakun. Kapakun o lale. E disa podcast ishin krijuar në Shqipëri për vetë? E kurioz të dish? Të krijuara. Ishin diku ke 1000. Ku kemi hap këtë podcastin, ju që keni dëgjuar gjithë podcastet, dhe ato në fillimit fare, dhe dini shumë mirë që unë me kemi folur, kemi thënë, o plak, do shpërthej ditë do bëjmë gjithë me ne podcast. Po, ka vërtar luftëra e podcasteve tha profeti. Ma e mëna, po, ka vërnodhë jo, se kështu flisë profeti në to. Do tretë e podcasteve. Do i do thash bin programe, do bin televizion. Se parashikova tamam. Jam kot profet, thash do bin banka. Do vi uria e përgjithshme ndërkombëtare. Do uljen, do rriten çmimet, do ulet prodhimi I ushqimit, cilësia do bie. Por do rritet edhe rroga minimale, si timi totalisht sinqert. Që timi totalisht sinqert. Do rritet edhe çmimi I kokainës. Do të na treg zi, që gjithmonë treg zi. Si bëhet kokaina, si ka qenë njëri kokaina. E thot dhe kënga flak, la kokaina. Ishte kohë plaka kur se rrushim karen për atë copyrightit dhe vetëm nxjerrën. Tani ne jemi blloku fare, po ne kanë gjithë këngët që kishim kështu. Çfarë mendon për këto se edhe stresi e kishte bërë këtë këngë plako. La kokaina, më mori mendjen, siç kishte bëj këngë kështu, këtë këngën. Po. Do më ditë, po plako, unë gjithmonë kam menduar që është shumë vaj karen për një artist plako, kushdo qoftë, që merr një këngë plako të gatshme të dikujt dhe thjesht. Ka një cipier. Po, si fillim. Që është I virgjën. Do të kesh cipën, si ja kanë shpull cipën. Edhe me në artë dhe jashtë artë do të kesh I cipën, që të skuqet faqa për shembull, ti po merr këngën e dikujt. Se më kuptoj, po më sa shoh këto artistë shqiptar, meqense ne I njohim, Bien Sabiani blen një këngë greke, po themi, Edhe greke, po jo këtë e bër, lar kokadina. Po pse, ç'lidhje ka? Ai e mori greke, ky e mori tuaj, ku diam nga është kjo. Nga është kjo. Kjo është mos është serbere. La kokaime, më more mendjen. Më more mendjen. Stres, po nëse edhe stresi e ka për shtatë. E ka për shtatë shumë. Për shtatë e blago është. Si ishte dëgjuar. Një daily reminder tani për gjithë juve. E ke Kuranin në telefon? E ke hapur sot apo jo? Po TikTokun? E ke hapur apo jo? E ke hapur, e kapi mat plako me dy lëvizje plako. Me dy lëvizje kapi mat. E ke hapur, e ke Kuranin në celular? Jo se kam. Se ke, e ke hapur sot? Jo se kam, profesor. Po TikTok unë e ke hap. Po e kam hap, profesor. Po bjullën e ke hap bjullën? Ku je, profesor, se po dëgjoj shumë zëq. Ku je kështu? Natyrë. Çfarë je, profesor? Kjo është një video bombastike. Nuk e di kush është ky personi të drejtën, po thot pse u fshe nga shkenca për 70 vjet organi që ndjen manipulimin. Pra, ta gjën deri në fund plako. Ne, shkenca thotë që ne kemi 79 organe, thot ky, por në fakt ne kemi 80, po e kam fshirur këtë gjë tani. Ta gjën. Përshëndetje miq të nderuar. Në mjekësi dhe në kërkimet shkencore thuhet qartë që trupi i njeriu ka 79 organe.
Kjo është ajo që i mësohet studentëve në universitetet mjekësisë. Kjo është ajo ti je mos i ekspert. 69 është ajo organizimi është ajo që e fut ka goja. Po, se kur ndan organin. Unë jep organin tat, jap organin tim. E ke vetë kur zihesh në herë blaqo me gruan që vetë se kur të marrë organin. Më mirë të ketë secili organ vetin edhe asnjë nuk zihet ajo 69. Po. Po ajo do organin maskullor. Ti do organin femëror. Po, un pjellin e do. Çfarë ti e kam? Ti ka pjelli këtu, pjell si fita, nëse. Vazhdojmë. Si thënë ti? Që beson çdo mjek. Por sipas disa dokumenteve dhe kuptohet qartë që janë ndoshta të pak njerëzit që e dinë që në trupin janë të pak njerëzit që e dinë plagoj, por të pak të dokumente që në trupin janë 80. Po, se disha herë. Po aso se disha, po janë pak njerëz, po si ka qenë nuk e di ai kishin 79. Ky duhet të ketë dokumente. Si thotë? Fatikisht edhe Zoti plaq që ka kriju njeriu, nuk mund ta bësh 79. Dhe bota si është 79, realisht do të. Asnjëherë, të hap me 1000 firma. Mund të mbledh 1000 firma tani dalën. Jo me 1000, jepë me 80 firma. Pse 79 firma? Se ti s'po jep me 999 firma, do jep me 1000 firma, apo jo? Se e drejtë jo. Me 80 firma ta hapun. Po. Nëse dëgjoj. Ton ekzistonte një organ i 80 i vendosur midis stomakut dhe shtyllës kurizore, i cili është me diametër 4 cm. Që kemi midis stomakut dhe shtyllës kurizore 4 cm, që ka shumë i madh. Që sa ka regjesit e Iga sa Shika dy fishi kare ti më bë. Shira, bravo. Po të ma, vlak, shumë i madhe. Shumë i madhe që e 4 cm, po. Mos keni ke kap kajnëra, kujtoni se... Po ja, po që është ka bile, bërë. Po ja, organ bile. Jo vetëm nuk e pranon ta njoh. Jo vetëm nuk e pranon, jo. Nuk do që ta studioj, por nuk do as të flitet për të. Tani, si shpjegohet plagoj që shkenca nuk do ta pranoj, nuk do as ta studioj dhe nuk do as të flitet për të, thot. Tani shkenca, pse duhet shkenca plagoj për një organ që s'e ka studiu, se ky tha nuk do ta studioj, nuk e ka studiu, nuk do të flitet për këtë as nuk e njeh fare. Plagoj ka frikë por. Në organ që hap në një dimension tjetër, që ne po, mos është mbyllë plagoj që thjesht hap një le të themi një aromë të keqe. Po, mund të jetë edhe tamam ajo rënja e bythës. Ky organ për shkak që kujton se zora e trash rënja. Zgjedh sa gjëra që kanë të bëjnë me bimët, kërcelli i karit dhe rënja e bythës. Çe e fucking kështar i karit. Ne ke rrit trave. Çfarë do vetë të më bëre të gasim. Rënja e bythës e profetës, se duket sikur zora trasha që shkon deri poshtë aty ke anusi, po jo. Jo pra, mund të jetë ky organi i fshirë. Anus plago, anus bësh magji atë. August anus plakos. Anus panus. Anus pagus, të lutem. Spartakus. Imagjino plago ti. Spartak, të lutem anus pagus, se më ka ikë menja. Spartakus, pagus, karus në anus. Qa bësh ati ke 300 në Sparta. Shqive, që bësh. 303 që bësh. Nese, gjën. Ky organ miq, pra organi 80, është zbuluar 73 vite më parë në 1953 nga një ekip kërkues i ushtrisë amerikane pas 7 vite studimi në mbi 4000 ushtarë. U deshën 4000 ushtarë që këta i studionin këtë gjën mrapa ku ishte kjo test stomaku. Me stomaku dhe shtyllës kurizore. Po. Faleminderit që je shumë i saktë. Që e di eksaktësisht ku është, duke që ka studiu këtë. Po dëgjova me vëmendje tash ku ishte. Po, shumë vërtet. 4000 ushtarë plagoj u deshën dhe 7 vjetë bën. Tyne për ta gjetë këtë gjë që ishte më aty. E vëdon? 7 vjetë 4000 ushtarë. Ushtarë amerikanë mbi gjithë, një ekip ushtarë amerikanë. Dhe më habismja është se edhe pse u pretendua se u zbulua 73 vite më parë, ai ende sot nuk njihet as zyrtarisht nga anatomia moderne dhe vazhdon nga shumica e mjekëve të quhet si një indër lidhës apo një mas pa rëndësi në trupin tonë. Madje edhe në imazheristët i shfaqet një lloj si është kjo, plagë,
Boulangeri, imagerie. Po le boulangeri ku marrim në një kështu. Në shkollë me një për në një e pastashos me një gjë. Gjë. Grumbulli dëndur që radiologët e anashkalojnë dhe quajnë përfshirje benigje. Pa hetuar fare më tutje. Do më thënë në shkenca e quan kështu, do më ne ka studiuar, një ka mirë fare shkenca. Jo, se nuk tregon nuk tregon, më të shëvër. Pse kjo tani, për shembull, ishte një kirurg që hapi trupin, po themi X, të ati amerikanët dhe i pari fare që pa nga këto 4.000 ushtarët e bëri mos e shifë atë. Ky pas ka një, jo, i shko. Ky në fakt plako pa një s'ka asgjë. Reze X plako, Reze X, edhe pa tha ky nuk pas ka 79 organe, ta pas ka 80, po në fakt ishin 2 ushtarë që ishin mbyllur, po. E ky pa karën e tjetër, mëra të tjetër. E tha, çika këtu mrapa ke stomaku, ke shtyja korrizore nga mrapa. Sa e pas ka karën? 4 cm tha. Mashallah. 4 cm mre, 4 cm jashtë. Edhe ishte edhe një kashariot aty që punonte, imazherist i ri. Po kashariot. Ai tha, mashallah. Kashariot. Kashariot për qarë. Nga kashari. Nga kashari për ty, jo kashariot. Që është kashariot, që është ai? Kashariot. Kashariot. Shubën kalashin në kashar. Kashariot. Por në fakt, ky është një organ funksional, me furnizim gjaku, me lidhje nervore direkte me trungun e trurit dhe madje me një dalje elektromagnetike unike që asnjë organ tjetër nuk e prodhon. Pra me fjalë të thjeshta miq, është organi që lidh biologjinë e trupit njeriut me fushën energjetike që na rrethon. Ose më saktë, organi i intuitës, perceptimit, ndjesisë së rrezikut, mashtrimit dhe manipulimit. Është ajo Si organet politike. Mashtrimit dhe asociimit stabilizimit. Manipulimit të zgjedhjeve, mashtrimit të pushatave. Mos besoni fare live. Asgjë. Pasim pas aty e plak, pasim pas në byth, pasim sipër. Po, sipër bythës aty që ka pra. Po ti pra gjetoje se kena. Dhe thosha që kisha edhime këtu, po si më shefe që ishte. Po, ishte diha e kësaj. Gjë. Ishte fusha magnetike elektorale në sosimin. Para se ta kuptoj trupi, apo mendja më saktë, dhe para se të ndodhë. E kuptoj bythë. Momenti, kur hyn në një vend për shembull me një tension të lartë, pa folur askush tjetër. Po, e ke bërë plako kur me tension të lartë, apo bythë kështu pse, kështu dridhet. Pse kam shumë pyetje, pse, më kurioze bëz, për rriset era qiva më bëz. U bo bytha jote, e të gjuat e shprejnë të plako? U bo bytha jote? Po, i di bytha e këti gjutin. Po, se bjeri bythës, bjeri. Bjezet, po që joga. Po nëse, kjo përshpikon atë ndjesim për vetë që më vërtet kap një kështu si ankth, për shembull ti shef një situatë aktuar, njëri nxjerr pistoletën dhe aty direkt ti e ndjen para se punoi truri, ndjen një kështu si grop brenda në stomak. Nuk ka nevojë ta ndjesh atë se ti shef, ti sapo pe pistoletën, normalisht të ndjesh. Se është apo s'është. Po nëse është se pa pistoletën, pa vetëm personin që u dut me siguri do të kishte një pistoletë, apo jo. S'është me zëra i muhabet apo. Se di si është. Jo. Ton, ku një person ti e pëtorën edhe ti kupton sinjalin e një mosbesimi. Për fjalë, edhe pse fjalët e tija mund të jenë perfekte. Ku një nënt ka përndjerë rrezikun për fëmijën e saj pa pasur asnjë provë konkrete dhe asnjë ngjarje. Apo kur dikush ndjen se po manipulohet dhe po Ky me pak po fliska për intuitën në plak. Ç'a mendon ti për intuitën? Haje. Po mirë, për të ndjesit, po të realizoshin gjitha, masi do e besoja që me vërtet kemi një organ tillë që lidh energjetikën me magnetikën me çdo gjë. Po për shembull plako, nëse ti po të realizohesh. Marrim një çift plako. Filani i fut karin tjetrit në byth, afër kësaj gjendrës, çfarë është kjo? Ky organi 80. Organi 80. Dhe sa e fut aty plako tani organi e parandjeu organi 80 hyrjen e dhe sepse ajo miqë po dhe godeti çik.
E para herë hyn patrokit. Po për patrokit fare bla. E goditja është evazive bla, ti se kupton fare nga vjet. Bam. Sipër e gjen veten shumë keq edhe ta jep të stomak diçka kështu. Thua ti boll. Si boll më qiva rob se po çfarë jemi këtu? Po thot boll se s'di e mirë për shkakun. Po them që se ti e që pa ha. Po bra. Edhe duhet se kam një gjë këtu thotë, i tha ke organet e vjetë. Që i dhe shkula, ke organet e vjetë. Edhe kështu lini kjo, ishte një shaka. Ke organin tek 10. Ja më s'ka në gjë. Nuk është se ka në gjë. Janë shumë të gjëra plako në për televizionin shqiptar. Nuk e di, jemi një form tani. Do duke sikur skeqa për dhënë, mo, kurse. Nuk i vej me fare. Çfarë të bëjmë ne? Ma dje as pak ka për të prodhuar plako, saqë në mbylljen e sezonit të saj René Refo kishte bërë një deklaratë plako për Lajert Vasili, nuk e di e dëgjove? Jo, s'kam dëgjuar. Po, René Refo plako para se të mbylli sezonin këtë vit, se pas ka me sezonin ose dia për nesër. Bën një deklaratë fortë, thotë që ka kaluar shumë mirë me Lajertin në momentin që ka bë atë podcastin, por më vonë një ditë Lajerti plako i dërgon një foto, një video me të qime. Dhe unë këtë e besoj. Nuk është se besoj. Lajerti ka thënë Balbona. Ka thënë Balbona, pra. Por vërtet është për këto. Kaq, aty e ka. Tani kjo tha që nga i momenta unë kam humbur gjithë respektin tha dhe në disa evente tha që më kanë ftuar nuk shkova. Bile na dëgjoni vetë për çikse. Unë nuk është se kisha ndonjë plan ta cekja këtë gjë, po duke qenë se te Top Albania Radio më kam pyetur për këtë gjë dhe është cekur pak dhe kam mbylljen e sezonit. Kjo shpreha është cekur. Është cekur pak. Nuk është prekur? Jo, thjesht është cekur. Jo, është cekur. Po edhe kur e nisin me nuk kisha ndërmend ta thuaja dhe ta prekja dhe të flisja për këtë gjë. Por duke qenë se podcasti nuk është më aq i interesant, do ta bëjmë çik spice. Më kam pyetur edhe para një sa muajsh ke një emision që si dash përgjigje atëherë, ke topi. Edhe apo flas tani. Pse mos bëj një punë? Po e cek pak këtu, a kupton se në fund ditës kur ti s'ke respekt për mua, nuk kam si të kem unë respekt për ty. Mori shumë mungesë respekti, edhe shkencë. Unë është totalisht e kundërta plaka, ai pikërisht se e respekton ja ka çu video. Po plaka ai shumë respektoi saqë tha ti je pjesë e rrethit tim të ngushtë. Kështu që urdhë këtë video. Pikërisht. Bravo, këtë dëshim të them. Ai nuk e çon gjithë atë video. Normal, ti ndihesh e vlerësuar. Ai zgjodhi ty, Lajeri shumë. Po. Ti je përzgjedhur. Respekt maksimal për Lajert Vasili. Nëse nuk besoj do të jem ke rrethin ngushtë fare që të çoj këtë video, po. Jo. Je fantastik, je jashtë rrethit. Mu aty. Jemi mbuz rrethit me një tjetrin. Jemi mbuz. Videos na vijnë, por Lajertin aty e kemi. Jo. Si çan not kur jemi në rreth, gjë. Tani, Lajert Vasili ka qenë një nga figurat publike të mia të preferuara, literalisht kam qenë tip fan se e kupton në një mënyrë të moderuar, normalisht se a thotë ketë kuptuar dhe Lajerti që kjo ishte tip fan se edhe ka thonë t'ia çoj video kësaj të qeshi se është fan. Që kanë treguar performancën time të mirë fare. Po, me Serena Sulën. Me Serena, po. Shife Serena. Se të dyve nga ka marrë në kështu thot, në podcastin. Se dhe Serena ka qenë? Normal. Gjë. S'mund t'jesh aq shumë fan se kur je vet, kupton? Por se s'mund t'jesh aq shumë fan se kur je vet, thotë dash ke syr gjatë dhe kjo vipe, se isha një fan se se unë isha vet vipe, kupton? Po, tash jemi koleg, viper vip. Dhe e ftova në podcast dhe kam pasur super shumë emocione kur e kam ftuar në podcast, e kam respektuar super shumë. Ka bërë reklamën e parë me maman time në vitet kështu që prap respekti vazhdon të rritet edhe fakti moshës edhe fakti që vlerësoj faktin që është artiste të rëvërë. Dhe kem pasur një raport shumë tip profesional, po kam qenë s'di si ta shpjegoj kam qenë shumë e dedikuar me respekt kundrejt ti. Sa po u mendua plako dhe zgjodhi fjalët më të bukura. Kam qenë shumë e dedikuar me respekt kundrejt ti.
Nuk pëlqen se nona e kësaj ka bë gjithë operacione plastike që ngjaj e re edhe Laerti prapë zgjodhi me qikë gocën Po, shumë. Për kuptoj që mosha plako ikën, sa do të mundohesh. Po. Nuk thotë shpreha e madhe që Laerti pasi e përmend, tom pjesa tom. E ka thonë ai tom. Po, e ka pra të tomi, po. Gjë. Çdo fjalë që kam thënë nga goja ka qenë e moderuar sepse e kam vlerësuar si figurë. Dhe shumë bukur. Tani kur ti e bën këtë gjë, pret që të vijë njëta gjë mbrapsh, okay? Në rregull. Deri ku ke okay. Domethënë Laerti po priste një video mbrapsh. I çoi një video dhe tha, po ti kaq ishte publikuar, domethënë vetëm nëse Renea ka nxjerrë ajo vetja që dyshoi. Po kaq ishte publikuar. Si duhet Laerti po ti nis në një video por se unë ta çova një. Tashi videon e Laertit do ta shohim ne apo do ta shohim? Tashi nuk e di vlera, po ku e pastaj postuar këtë për. Zgjovim gjë këtu. Të që gjithë lajm fake që lexove, hongret në clickbait, hongret në gjë. Ja, që është vërtet, tani që unë besoj që këtë Laerti e ka çuar as nuk e diskutoj fare që ka çuar, ëh. Ligjona janë sigurt në këtë jetë. Vdekja 1. Vdekja? Taksa të dim mos, 2, edhe e treta, videot e Laertit me qive. Po, drejt. Dytë mjesit. Nëse të është edhe Rëzana Radi më menatere që Laerti vjen 5 mjesit edhe më çon lloj gjonash. Po. Tashi. Çfarë thua? Ja, nëse e besoj që i çon ajo. Se s'kanë po vetë gjithë kanë ato fiksimet e veta, tash kjo është fiksimi i Laertit. Ti e thoshte ai Gert Ferra është gay, ja pra Laertit. Shive. Është gay. Shumë. Je gay. Kaç kisha për sot të thot drejtën, sepse faktikisht kjo video nuk e kam të plot të videon edhe nuk e kam gjetur të plot. Të gjithë kanë çuar në një version faktikisht. Por shumë bukur. Nëse ti e beson këtë plako, sepse është mungesë respekti. Ta thash, është për kundërta edhe këtu mbyll historia. Ai mendoi se kishte diçka, po pas ka gabuar ai Laerti kësaj radhe. S'ka ne gjë. Pasu, a thot këtë pas në një moment flirtimi, kjo nuk e justifikon atë çka bën Laerti. Po thot ka pas një moment flirtimi midis të dyve, të paktën ana Laertit poje. Po mos që ka kishin për to Laerti atë fan logun e asaj ka thënë kjo vdisë për mua ajde. Po. Nuk e di pse përfundon nga ato filat që robi galant romantik që bab 1-2 çoni video me të qime. Ose ka çu gabim. Dhe që të gabim, se s'di me përdor telefonit, është moshe madhe. Në re, po plako mundohet të shes një model të saj, bën kështu si e rënd, bën kështu sikur është e drejt për drejt, flet çik me Kari Piedhi. Një në podcastin e saj merrte çaçuna, "Më ku je ti?" Pastaj tregon ato histori, isha me njërin aty po ju ngrefte në makinë, pastaj më thot mu, "A do bëjmë seks edhe më kthem kështu mrazhe, pastaj u prisha i shpejt edhe unë desha marrove ti edhe ai tha s'kishte më takat, a kupton këto tipa çu lale, se flet kështu sikur. Tash normalisht ajo ti jep të përshtypjen pa të drejtë që ti çosh video me të qime. Me të qime, po normal, e kupton? Ti ja çoj këtë video me të qime mase po, në një plako, shiko, ndodhet në telefonin ta ti video që s'ke kujtë të shtosh. Po shi duhet t'ja çosh dikujt, a? Ke parasysh që s'ke t'ja çosh apo? Dyshe universi. E ke aty plako një video. Ekziston më. Po. Ke një video plako të xhiruar, nuk e di me Serena Sulën. Aty në autostradë. Sipër asaj plako, ke parasysh kur ecën në trotuar që duhet i kalosh ato pllaka dhe nuk mund të shkelesh me dis vizave se të vdes mami. Edhe këtu janë kam këtë video dhe një duhet t'ja çoj dikujt, por ndryshe do ndodh një tragjedi. Po, plus jetë në të moshën prove që shokët nuk është se ke më afër se gjithë mund të kenë vdek, se Laerti për shkak 60 vjeç. Plus si ja çon do të jetë se ai ishte me gruan në shtëpi apo si ti ja çosh? Ti ja çosh atë thotë ai ç'është kjo video me ti. Po thotë ai direkt, plak mos çon video se jam me kalamajt. Jam me gruan, po edhe me kalamajt. Jam ler ha. Ose hapi kalamajt telefonin apo edhe shohin të video, çfarë në refos po shumë. Mbi thaj ky se këtu kishte i shkojnë me një ai tha shoku thu. Po i tha shoku, çfarë në refos ta pashu se ajo është beqare për momentin. Po këtë që atë me të fila apo me çime. Me të çime bla çfarë do kohë të fila. Atë me të fila më shumë mua tha ky shoku. Përshëndetje Laerti, me si pres ta kemi ditë këtu në podcastin tonë. Po, patjetër. Bëjmë show tipit tani me taksa.
Se që ke vështirë tani plako sepse është bërë pjesë e Balkan Influencers që ka hapur Anaid Kaloti. Edhe çfarë bëjmë plako janë shumë. Anaidin e kemi shokë, po çfarë thonë? Kemi shok më i mirë në univers. Massimo rispetto për Anaidi. Po çfarë dhua ta morën tash ta sjell. Alo. Po normale. Nëse shpresojmë një ditë që lart të kemi këtu që të na tregosh anën tënde të historisë sepse gjithë do të mbyllin derën sepse kështu funksionon sistemi. Sistemi është kundra teje normalisht, kundra njeriu drejt. Po ne ke një zë këtu kene. Po çfarë bën ti e bëjë video pa dashje apo me dashje? Çfarë si ka? Ne do e lozim videon që do e luajmë këtu videon plako vetëm që ta shohim të tjerë që ajo s'është ishte tamam ndoshta një video porno. Aty ndërkohë. Ti e këtu se duhet të po unë. Okej. Po der të tjerë rastin që thosh jo. Mund ta presim këtë, mund ta presim këtë për mirë. Filloi të presim, unë jam i drejt për drejt, jam ai që jam. Jo, ne kështu. Do ta presim të po dhe herë. Okej, lart ti e këtu, po unë jam pro. O kaj. Larti ka të qesin e rësekës, aty ke video. Po ka ato përveçliqet e vetës, si ndalon do të lërë. Që ti thosh? Nuk e që e bë. Ju duam shumë, mos harroni të dëgjoni podcastin nga Alo kam një pyetje. Në fakt tani u kujtova plako që dikush nga Patreonsat na ka shkruar dhe na ka dhënë një ide për të bërë një podcast. Dhe më kujtoi që ta rishikojmë temën që më ka shkruar aty dhe ta diskutojmë. Të jetë me vërtet shumë interesante. Ndoshta nesër, nëse je i lirë. Lucifer, ç'do bësh nesër? Ja, nesër, lash, çfarë do të? Pra. Dy nesër tani do një video. Bëjmë numra. Tani do një video nesër dy të digi vella. Do thosh asi nuk jam aty me Luciferin. Asi me Luciferin, me Lucifer. Nesër. Kalofshi një ditë të mrekullueshme. Mos harro të dëgjoni podcastin, tash më kemi shtuar dhe ta mbështesin në Patreon dhe të na bëni like, subscribe në YouTube, Instagram dhe gjithashtu rate në Spotify. Shumë faleminderit për gjithë ju që na keni bërë rate. Na bëni prap rate nëse mundeni. Puç, ikëm Lucifer. Shumë rate. Rate.